Operacioni Ghost Call i 13 prillit 2026 çoi në burg 10 operator call centerash në Tiranë dhe zbuloi një dëm prej 50 milionë eurosh mbi qytetarët austriak, por operacioni u ndal te kryeqyteti. Ndërsa në Tiranë po mbyllen zyrat dhe po çojnë në gjykat operatorët, në Durrës qindra të rinj vijojnë të ulen çdo ditë para kompjuterëve në call centerat e një tjetër karteli që sipas burimeve pranë grupeve hetimore është në pronësi të Arjan Carës dhe Luis Hoxhës. Pamfleti ka dokumentuar që në shkurt 2026 arkitekturën e këtij karteli kompanish të ngritur mes Londrës, Tiranës dhe Durrësit. Ato që nuk e kishte bërë publike deri tani është thirrja operative e tij në Bregdet, call centerat fizik ku punojnë qindra operatorë të rinj që kryejnë çdo ditë telefonata mashtruese drejt qytetarëve të Bashkimit Evropian. Më 8 mars 2018, Arjan Cara krijoi në Londër kompaninë Laurel Projects Ltd me adresë në Camp House, 160 City Road dhe me administrator Luis Hoxhën. Kompania u shpërbë më 13 gusht 2019, pasi kishte kryer funksionin e saj si kompani Guack për kalimin e fondeve pa lënë gjurmë. Në regjistrat tregtar shqiptar, Cara figuron ortak ose administrator në 6 kompani aktive: B-Pro, MyTV, Fintech Solution, Fairtex Invest 2.0 dhe Zero Lunch. Në Fairtex Invest dhe Fintech Solution, ortakëria ndahet drejt për drejt me Luis Hoxhën. Diversifikimi i aktiviteteve, tregtimi i sistemeve kompjuterike, barsnek, konsulencë juridike, investime në pasuri të paluajtshme, sipas burimeve, shërben për të mjegulluar rrjedhat financiare të ardhurave të palishme. Zyrat drejtuese në Tiranë ndodhen në kompleksin Green Park në ish blok, e sipër lokalit Çokolati Italiani, por sipas të njëjtave burime, ky është vetëm cepi i dukshëm i kartelit. Fotografia e plot mbërri në Bregdet. Sipas burimeve pranë grupeve hetimore, Arjan Cara dhe Luis Hoxha kanë ngritur në Durrës call centera ku punojnë qindra operatorë të rinj. Këto struktura nuk janë thjesht zyra administrative ose pika financiare të kartelit, janë qendra operative ku kryen drejt për drejt telefonatat mashtruese drejt qytetarëve evropian me të njëjtën skem që autoritetet austriake kanë dokumentuar për Tiranën, platforma të re me investimesh në forex dhe kriptovaluta, premtime përfitime të shpejta, marrje të dhënash bankare nga viktima.